Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu taslima ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhalla xjalaluhu për gjitha mirësitë e tij, salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e më pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Në këtë ligjërat të kësaj dite të begat ditës së Xuma, do të mundohemi që ta përkujtojmë vetveten dhe ju me një ngjarje e cila ka ndodhur në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, kalifatit të dytë të muslimanëve. Siç dhe dini të ndershëm vëllezër, pak përshkrim të shkurt, edhe pse kemi folë ne dhe kanë folë hoxhallar të tjerë dhe gjithsesi keni lexuar dhe ju për Omerin radhiyallahu anhu, pozitën e tij në Islam, pra kemi të bëjmë me kalifatin e dytë të muslimanëve, me atë që Allahu xhalla xhelalu ka zbrit citatën në Kur'an që ja ka miratu idetë e tija, me atë që e ka përgëzuar pejgamberi alayhis salam me xhenet. Prandaj dhe quhet Umar el-Faruq, Omeri i drejtë. E gjithsesi se është i drejtë dhe ne po mundohemi ta përshkruajmë një ngjarje e cila është e nevojshme madje në kohën tonë që të përkujtohemi për të pasur se si do duhet të ishte leadershipi i muslimanëve. Ai që është në krye të njerëzve, si do duhet të qëndronte në detyrë mirë. Në vitin e 18 Hijri, pra sipas shpërnguljes së pejgamberit alayhis salam, ka ndodhur ajo që quhet Amur Ramade, viti i thatësirës. Me përkthy kështu bukfalisht i bjen viti i hirit, për faktin se ka qenë aq thatësi e madhe, sa që shkretina e ka bardh pluhurin dhe është shndruar në një farformë në një lloj hiri. Thatësi aq e madhe, sa që kanë ngordh kafshët, kanë vdek njerëzit nga uria. Prandaj në historinë islame dihet ky viti i thatësirës, dhe gjithsesi që ky ka qenë, pra ky vit i thatësirës gjatë pushtetit të Omerit radhiyallahu anhu. Dhe Omeri radhiyallahu anhu është mërzit shumë, është brengos madje shumë, edhe ka shumë thënie që fliten për këtë çështje, e unë du me i cek disa për këtyre thënieve sepse na duhen. Është thonë me një vend, kanë thonë ata të cilët kanë qenë prezent në kohën e tij, nëse skamja nuk largohet, Omeri do të vdeste nga brengosja, mërzia për njerëzit. Deri aty ka qenë përkujdesi Omerit radhiyallahu anhu. Nëse skamja, varfëria nuk do të largohej, nuk është çudi që Omeri të vdes nga mërzia për njerëzit. Pra vëllezër, flasin historianët se Omeri radhiyallahu anhu ka ndryshuar në fizionominë e tij. Ka humbur kilogram, ka humbur pesh, ka ndryshuar pamja e tij. Prej një burri të madh që shpërshkruhet në një person të zverdhur, në një person i cili e ka vujt atë që po ndodh. Prandaj dhe Omeri radhiyallahu anhu i ka marrë 6 hapa konkret. Pra mbas të asaj që është folë, ne i kemi nxjerr, studiuesit kanë nxjerr pra 6 qëndrime gjatë kësaj periudhe të cilat na duhen për ditëshmërinë tonë. Edhe për të njoftuar për së afërmi, pra me biografinë e këtij burri të madh, po njëkohësisht këto të jenë leksione për çdo kënd që qëndron në kryet njerëzve. Çdo kush për që ka detyra, nuk është të thonë me kanë vetëm i pari i shtetit. Pra, në radhë parë hyn ai që është i pari i shtetit, se është përgjegjësi i këtë popullit. Po këtu hyn edhe një krye familjar, këtu hyn edhe një drejtor shkolle, këtu hyn edhe një drejtor ministër i shëndetësisë, këtu hyn ministrat, kryeministri, ai gjithë ne, sepse kemi përgjegjësi. Gjithsesi që hyn edhe imami, sepse ka përgjegjësi për popullin e tij. Prandaj qëndrimin e parë që e ka marrë Omeri radhiyallahu anhu është se aksionin e ka filluar nga vetvetja dhe familja e tij. Cilin aksion? Aksionin për ta ndryshuar gjendjen ekonomike, për t'i braktisë lukset, për t'i lanë lukset. Për t'i lanë madje jo lukset me terminologjinë e gjuhës tonë, për ndryshe
për t'i lanë ato ushqime ditore që i ka përdor Omeri radhiyallahu anhu. Aja që ka në për tekste fetare, që më shumë t'i ka dashur të ushqime Omeri radhiyallahu anhu, ka qenë hurmat, kosi, yndyra, mishi. Qëto kanë qenë ushqim që i ka përdorur në përditshmëri, qëto i ka braktisë në qëtë kohë. Llogaritni vëllezër. Pra, ky nuk quhet luks, ky quhet domosdoshmë ushqim ditor. Ka fillu prej vetvetes së tij. Prandaj fillimisht i ka vendosur kufizime vetvetes dhe anëtarëve të familjes. Që ato ushqimet e përditshme që kemi përdor tash s'ka më përdor më. Pse? Sepse është kohë e rrezikshmërisë për jetë. Duam që ato që na e kemi përdor, t'japi dikujt që është në rrezik jete. Pastaj, duke qenë se shpesh herë ka ndodhur, i kanë sjell në mënyrë të veçantë Omerit radhiyallahu anhu ushqime, me që është prisi, udhëheci i popullit. Dikush prej popullit ka rru diçka, sikur që është normale, edhe ka ditë që ka qef i parë i venit, kalifati muslimanëve ka qef një diçka, një ushqim, sidomos është përmend shumë kosi edhe hurmat, edhe yndyra, Omeri radhiyallahu anhu ja ka refuzuar. Nuk ja ka pranuar këtë kohë. Ka thënë jo, sepse unë du ta ha ato që tash të hongër edhe populli. Prandaj edhe e ka thonë këtu një thonje që ja vlen me e trajtu. Ka thonë, si mund të jem i kujdesshëm si duhet për njerëzit, nëse unë nuk e ndjej ato që e ndjej njerëzit. Pra që kjo fjalë mendoj se duhet të shënohet me fjalë të arta dhe të jetë slogan edhe gjatë kohës së zgjedhjes, edhe gjatë fushatës. Si mund të jem unë i drejt, i sinqert, i kujdesshëm ndaj njerëzve, nëse unë nuk e ndjej ato që po e ndjej njerëzit. Vëllezër, sinqerisht kemi nevojë në çdo kohë m'ia kujtu vetvetes dhe shoqërisë tonë historikun e këtyre burrave të mëdhenj. Qysh arritën këta me përhap islamin, me mojt kaq shumë drejtësi, në një situatë, në një kohë shumë të ndërlikune. Pra krejt kjo është sinqeriteti. Se këta e bojnë burrat e sinqert. Burrat që nuk kanë fjalë për media ndryshe, e kur janë vetë me një grup të vetin në fjalë ndryshe. Këto nuk hecin, se Zoti i njerëzve i din, i lexon. E ne shpesh herë po na bën vaki, ai konsumi mbrëmshëm që po e quajnë, ai afar moska para media, me u vesh mirë, e me nejt mirë, e me fol mirë, e si kryet mediumi tani, domethënë nuk i zgjedhin fjalët, edhe fyrit, edhe ofendimet, edhe tejkalimet, edhe mashtërimet, edhe për çata vëllezër, situata jonë është. Prandaj na shpesh ja kujtojmë dhe kemi nevojë m'ia kujtu, sidomos gjeneratës të mesme m'ia kujtoj edhe ata që janë pak më të vjetër. Sigurisht ju kujtohen vëllezër vitet e 90-ta, kur thëshëm në atë kohë. Kur i thëshëm, sidomos populli hoxhallarë, kur i thekë hoxh, veç çlirohemi një herë. Çlirohemi një herë për shkallët, tani na këtë kena më arë në xhamie, kena më bë burrat mirë, këta, na i mundsoj Allah. Këtë na i ka mundsuar Allah. Na e kemi qeverisje në dorë, që 27 vite. Pra, populli jonë. Por, si e kemi gjendjen, tash afër 3 dekadave po flasim vëllezër. Prandaj kemi nevojë jo vetëm të përcjellim historisë, unë e di që ju lexoni më shumë edhe më mirë se unë. Por me lexu mos kemi problem se kemi libra të përkthyne, po duam që këto që po i lexojmë me shtim praktik. Dhe më tregu njerëzve që s'mujna me hec kështu përpara. Nuk mujna me hec përpara, nëse pra nuk e shtim funksion këto fjalë këtyre burrave të mëdhaj. Allahu i ka përzgjedhur ta burra. Vëllezër, me përgëzu dikon me xhenet, xheneti nuk ka punë askujt për njerëzve. Xheneti është punë e Allahut. Derisa është nominu një person që është xhenetli, dije se mrapa atij qëndron një bagazh i madh i vlerave. E sidomos si ky burr i madh si Omeri radhiyallahu anhu. E si mund të jem pra i kujdesshëm ndaj njerëzve, nëse unë nuk e ndjej ato që e ndjej njerëzit. Nëse unë nuk e vuj ato që po vuj njerëzit. Që i vjen se nëse njerëzit janë rahat, qysh unë muj me kon rahat? Nëse njerëzit
Pra, jenë të rrezikuar për jetë, për ushqim, kanë thatësi, si unë mund të flej, e të ngjashme. Qëndrimi i dytë i Omerit radhiyallahu anhu, se koha nuk po më premton me u detaju shumë, është ngritja e tendave për refugjat. Për shkak të thasirës të madhe që i ka kaplu gadishullin arabik në vitin 18 Hijri, beduinët dhe ata që kanë banu jashtë qytetit Medinës kanë ardhur në qytet, ndoshta do të gjejnë diçka. Edhe i ka pranu të gjithë Omeri radhiyallahu anhu. Flitet numerikisht që mrana pak ditëve e ngrit 7.000 deri në 8.000 tenda. E kam rrinë numri deri në 60.000. 60.000 tenda për refugjat. Llogaritni sa është dashur përveç banorëve të Medinës. Banorët e Medinës janë ku kanë qenë. Këta janë refugjat që kanë ardhur prej fshatrave të thella. Në qytet ndoshta do të gjejnë diçka e tu e ditë drejtsinë e Omerit radhiyallahu anhu që ky nuk mon në shtëpi asgjë, po komun e dhon çato që e ka. Prandaj dhe këtu dietarët islam cekin gjana shumë interesante që vetëm këta elaborojë sot do të mjaftonte këtë qëndrim. Flitet se Omeri radhiyallahu anhu në atë kohë nuk ka fjet. Nuk ka fjet kur themi ka fjet flitet pak orë, që siç të thonë me minuta ka fjet. Sa që natën ka shku në për tenda, në për shatora, i ka kqyr kushëqut. Dhe shpesh herë kanë dëgju zërat të fëmijëve duke qajt. Edhe ju ka afru shatorit tendës e ka pyet, çka halli ju u lajmëru një gru? Ka thonë, po unë jam grua e vetme, fëmija s'kanë çka hanë, edhe i kum shti me kum ndez zjarë, kum shti gur me vlu, që me një fëmija diçka që po zihet, desët i zëngjumi. E Omeri radhiyallahu anhu ka shku vetë në depo, e ka pas edhe shërptorin e tij me veti, thot ka shku në depo, thesin me mill e ka ngarku Omeri radhiyallahu anhu. Në kam po flitet. Allahu e din sa kilometra, edhe thot e ka marrë, dhe e ka pru kësaj grue. Po jo vetëm kaq, edhe mjalon të dera e shatorit tendës. Jo, thot. E ka marrë, e ka dhënë zjarmin, edhe ka fillu m'ja gatu ushqimin. Që kjo është prisi besimtarëve, vëllezër. Që kjo është për të marrë model. Unë e di që në këtë kohë me i përvjel mangët edhe me anis me gatu tash, kjo ka qeni ku, vallahi, te në kiamet ka nevoj për cibura. Edhe tash ka nevoj. Edhe në Kosovën tonë, edhe tash, mas 27 viteve të luftës, ka shtëpia që ndoshta ka nevoj me shku. Sa po ndëgjojmë që ka pleq të më shumë që në vetëmun. Qoftë burra, qoftë gra, që i kanë braktis, djemt tonë i kanë braktis. Djemt tonë që i kanë rejt gjyks, i kanë braktis, se kanë shu, kanë dalë. Për një mirëqenje më të mirë. Për një mirëqenje më të mirë. E ka braktis babën ose nonën. Funit i pari venit e ka obligim me shumë javqel derën që tyne. E ta tani ka nevoj me javshi shpijen. Si ju dini që ka historit shumë ta që mja nis me folë për Omerin radhiyallahu anhu, na këtu du të me qëndru te sot një javë dhe së ne përfundojmë. Omeri radhiyallahu anhu ka shkuja ka fshi shpijen asoj plakës të verbert që ka pas një vajzë të vogël. E është ndru një ditë e Bubekri, një ditë Omeri, pa e ditë këta, pa baran me zveti. Po që ashtu ka planifiku sot ka mundësi edhe mas nesër, se nesër s'ka mundësi. Të nesër ka shku e Bubekri. Deri sa e ka taku Omeri e Bubekri, sa ka qenë gjallë e Bubekri, e ka taku një ditë edhe ka thonë, a edhe këtu pun bon konkurencë? Edhe ka qërtu e Bubekri në Omeri radhiyallahu anhu. Ka thonë, ti prisi besimtarve, edhe këtu pun bon konkurencë. E Omeri radhiyallahu anhu e ka vazhdu edhe pas kalifatit. Pra, kështu ka qenë qëndrimi i tij. Qëndrimi i tretë, Omeri radhiyallahu anhu ka kërku asistencë, ka kërku ndihmë prej vendeve përreth. Në mesin e këtyne vendeve që ka kërku ndihmë, për shembull ka kërku ndihmë prej zëdhënësit të tij me këmbësit të tij, Amr bin Asit radhiyallahu anhu në Egjipt. I ka shkruar letër që jemi në rrezik për jetë për shkak të thasirës. Amr bin Asi, sahabi, shok i pejgamberit sallallahu, kështu ja ka kthyer përgjigjen. Ka thonë, do të dërgojnë ndihma që koka e karavanit do të jetë në Medinë, fundi bishti do të jetë në Egjipt. 20.000 deve ja ka dërgu me të shpejt.
20.000 deve të mbushura me ushqim për Egjiptit. Për shkak se Nili vëllezër, që është në Kairo, Nili konsiderohet i thojnë arab lumi e arit, që është bereqetli. E pastaj ka kërku në Siri ka pas Ebu Ubejde bin Jarrahin radhiyallahu anhu, ja ka dërgu 4.000 deve ushqim. Nga Iraki kanë ardhur 3.000 deve ushqim e kështu me radhë, vendet të cilat pra nuk kanë qenë prekur nga thatësira. Edhe ka fillu Omeri radhiyallahu anhu me i shpërnda vet, jo vetëm të tjerë kanë punu, flitet se 24 orë kanë punu, do thot bashkë me shok, por në mesin e tyre ka qenë edhe Omeri radhiyallahu anhu. Pse? Duke fillu nga ajo thonja se nëse nuk do të ndalet, që e thamë në fillim krejt, nëse nuk do të ndalej thatësia ose varfëria, nuk është çudi që Omeri të vdes nga mërzia. Unë kështu mënyrë poetike po e tham pak, pra nëse nuk do të ndalej thatësia edhe varfëria, nuk është çudi që Omeri të vdes nga mërzia. Mërzia është që po ndodh. Prandaj edhe, domethënë, ka marrë pjesë, ka qenë në aksion të vazhdueshëm. Edhe diçka të veçantë, pra prej këtyre qëndrimeve, Omeri radhiyallahu anhu vëllezër në këtë kohë të krizave ka marrë iniciativën për t'i kthy njerëzit në fenë e Zotit, për t'i lidhë edhe më shumë me Zotin e Madhërisht. Kanë ardhur transmetime të shumta, po munduan vetëm me i përshkru, pa u nal veç e veç. Ka shku Omeri radhiyallahu anhu i ka thonë njerëzve, o njerëz, ktheni ju Zotit, se gjunat e mia dhe t'jujat e kanë sjellë këtë krizë. Kush u kon Omeri radhiyallahu anhu, i përgëzuar me xhenet, njerëzve pjo thot, gjunat e mia dhe t'jujat e kanë sjellë këtë krizë. Vallahi vëllazër, edhe këta ja vlen që si slogan me pas gjatë zgjedhjeve. Sikur mos ishin gjunat tona, nuk kishim zgjedhje 2-3 herë në vit. Mi harxhu ka 10-15 milion. Llogaritë sa fabrikat i kishmi vona. Në let, në gjumona shumë let është vllaznivish mi kallzu ajetet edhe hadithet, këto kemi mas leti. Ama duhem i shtin punë, që këto parat e mia dhe tuat, na hapmi parën këtë vend, këtë shtet pagujmë apo? Atëherë 20 milion, 30 milion me shku pse, veç se s'po mujna mu marrë në 2 vesh, për shka se cili do t'ulmin karrik. A tu e di që karrika të rrezikon. Tu e di që karrika, vallahi çdo kush që ul në karrik ne ta din që o e rrezikon. Veç nëse ja pakun. Për ndryshe, le ta din, këta ne ta din çdo kush, edhe unë si imam, edhe ai që është mësues, edhe ai që është ministër, edhe ai që është manal, çdo kush që ulet në karrik, le të përgatit përgjigje për ulin që ka bërë. Ai meriton me ul. Allahu na fal, Allahu na përmirësoj. Prandaj vëllazër, Omeri radhiyallahu anhu ju fliste njerëzve, bëni istighfar. Ja përkujtonte fjalët e Allahu xhelle xhelalu në surën Nuh, që ka thënë Nuhi alayhis salam, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. I kum thon popullit tim, pra Allahu thot për Nuhin alayhis salam, i kum thon popullit tim, bëni istighfar te Zoti. Istighfar kërkim falje bjen. Kërkoni falje pe Zotit. Pse? Nëse kërkoni falje pe Zotit, Zoti ju çon shime bollak. E pastaj ju çon pra lumej, kopshte, pra çon Zoti bereqet. Për istighfari vëllazër është shkak i bereqetit që Allahu xhelle xhelalu e çon në vend. Dhe kjo si rezultat i kësaj, pastaj Omeri radhiyallahu anhu i ka mbledh njerëzit dhe ka bë namaz shiu. Ka bë namaz shiu. Domthon është lut. E ka lut Allahun xhelle xhelalu, ka bë namaz, Allahu më lëshushi. Edhe Allahu, domthon siç thonë transmetuesit, e ka marrë azhën e pejgamberit alayhis salam. Dhe i ka thonë që në mesin e lutjeve, sa jemi kanë gjallë, kemi ndërmjetësu me pejgamberin alayhis salam. E tani përmes tij po të lutemi o Zot, çana shi. Dhe ka fillu Abbasi radhiyallahu anhu, azha e pejgamberit alayhis salam, me lut Allahun xhelle xhelaluhu, Allahu xhelle xhelalu i ka grumbulluar rreth sa ka qenë duke fal namaz, edhe ka ra shi, pastaj pas këtij shiu është në gjallë çdo gjë. Kjo e me kuptu vëllezër po ashtu nga sinqeriteti, edhe pendimi i sinqert i aty në njerëzve. Për qëndrimeve që i ka marrë Omeri radhiyallahu anhu, qëndrimi i pestë është se atë vit e ka anulu vendimin për ndëshkim për vjedhje. Vitin e thatësirës, Amur Ramade, e ka anulu Omeri radhiyallahu anhu, nuk e ka hiq pi ligjit. E ka anulu, ju ka thonë
kadive, gjykatësve, mos e dënoni kërkon për vjedhje këtë vit. Pse? Kjo me kuptu për mençurinë e Omerit radhiyallahu anhu, larg pamësin, sepse njerëz nëse vjedhin, ka me vjedh diçka për ta ruajtur jetën. E rujtja e jetës në këtë rast është më e rëndësishme se ndëshkimi i atij që vjedh. Kjo me kuptu për, domethënë për kuptimin e thellë të fesë. Edhe shumë do të kisha folur për këtë, po të fundit që peceki për shkak kohës së ngushtë, për qëndrimit të Omerit radhiyallahu anhu, vitin e thatësirës e ka shtyr nxjerrjen e zakatit. E ka shtyr nxjerrjen e zakatit. Pra e ka vonu. Do thot ata që kanë pas me dhënë zakat, ju ka thënë shtyne për ma vonë, tash njerëzit kanë nevojë për me ju ndihmu. Këtë këto qëndrime të ndershëm vëllezër aludojnë ose determinojnë se vërtet Omeri radhiyallahu anhu ka qenë pra burr i madh, ka qenë i sinqert me Allahun xhalla xhelaluhu, ka qenë i drejtë. Për atë arsye pra quhet Umar el Faruq, Omeri i drejtë. Dhe kjo sprovë të ndershëm vëllezër ka ndodhur në kohën e kalifatit të tij dhe ai e promovonte ka shkonte që jem sprovu në sundimin tim me këtë sprovë të madhe dhe kishte frikë nga Allahu xhalla xhelaluhu se a jep hakun apo jo. Dhe përfundimisht të ndershëm vëllezër, vërtet ne kemi nevojë ta marrim model këtë ngjarje, këtë situatë. Dhe situatat ngjashme mos lexohen vetëm në mënyrë historike, kronologjike të ndershëm vëllezër, por të mirën si shembull praktik se nëse duam që t'japmi hakun punës tonë, aq më tepër ju e dini që na kemi thënë edhe në të kaluarën, po duhet me përsërit këtë se ati që i jepet posti, Allahu ka më ndihmu ato, çështu ka ardhur hadith. Ai që e lyp postin, minimumi ka më nxjerr bereqeti. Ai që thot mua nëse unë jam burri më i mirë e kështu, minimumi dhe son shumë i drejtë. Minimumi është i nxjerrët bereqeti. Kështu që kjo e me kuptu që puna flet vet, le të lypin njerëz. Nëse njerëz kërkojnë me ta dhënë detyrë, di që qëndron Allahu xhela xhela tek te dhe të ndihmon. Prandaj të ndershëm vëllezër, këto janë disa pjesë të historisë së ndritshme islame. Zoti na mundsoft që me pasu rrugën e këtyre burrave të vaj. Allahu e shpërblet për vëmendjen. Alhamdulillahi rabbil alamin.